Përshëndetje të nderuar teleshikues. Jemi këtu në një ambient shqiptar, në një takim të komunitetit mirditor me i peshqbin e Mirditës, të dioqezës së Mirditës, shkëlqësinë e tij Dom Gjergj Meta. Është një takim i kërkuar nga vetë Dom Gjergji dhe i dëshiruar nga mirditorët për të takuar me Dom Gjergji, i cili ka shumë vite që shërben në Mirdit, në dioqezën e Mirditës si i peshq, dhe për të komunikuar e për të biseduar me të për situatën në Mirdit, për kushtet në Mirdit, për zhvillimet në Mirdit, qoftë ekonomiko-shoqore, qoftë fetare, një bashkëbisedim vllazëror me njeriun e Zotit, i cili ka vite që predikon fjalën e Zotit në Mirdit e në dioqezat të tjera. Atëre, për më gjërë, do të ndiqni kronikën që do ju japet televizori. Voices rising through the sky. Lift our spirits, feel us fly. Culture and family, hand in hand we roam. Together we carry this feeling home. Firelight, where stories come alive. Hand in hand, we share our dreams, traditions we revive. Voices blend in open hearts, a tapestry of song. Together we are family, together we belong. Oh, 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 dhe mirëseve. Në këtë natë të shenjtë, ku lehtësohen mes shtima njeriun e Zotit Dom Gjergj Meta, ju ftoj që të vini në kam dhe të ndihmin kombëtar të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Shqipërisë.
Faleminderit që erdhët e morë pjesë sone, gjithë. Ju, është një kënaqësi e veçantë për mua, që në këtë garë këshillit, t'ju uroj mirëseardhje në Dom Gjerzhetës. Jena njerëz që më mendje projekt të krahinës tonë, të dioqezës tonë. Është kënaqësi e veçantë, sepse njerëz të tillë ne kemi të rrallë. Dhe për sonte, fjalët e tona sigur nuk kanë shumë vlerë përpara njeriu të Zotit Dom Gjerzhetës. Dhe unë do t'i jap fjalën Dom Gjergji. Dom Gjergji, mirë se erdhe. Kjo të dy Krishti. Për nisim kështu se kështu e dënë sakomi e falenderit shumë Paulin për fjallë e falenderit që t'juve që keni ardhë sa të këtu për më taku me mu edhe më datë mundësin dhe privilegjin mu më taku me ju parë, disa i njofë shumë pak, disa tjerë një kam një zhuzamin, disa tjerë ka t'i takova për herë të parë, por prezentimi ishte shumë i bukur i secilit për jush. Filani për Filamrenit, atëherë me ne ime shkon të kaj fshat, të kaj katon, që tashma kam frikë se i njofë më mirë unë se sa ju që keni vinë atje. Unë ju jam falenderusë dhe ju përcjellë dhe përshëndetit e mirëditës të gjithë juve, secilit për juve. Asaj mirëdite e cila ka një emër, ka pas një emër, e ka një emër dhe emrin do t'a ketë gjithmonë. Nuk e di edhe sa do t'ketë shumë mirëditor në te, por mirëdita emrin do t'a ketë gjithmonë, sepse është krenaria e Shqipërisë për shumë aspektet historisë saj. Unë e them gjithmonë që mirëdita ka vetëm një i peshkër, edhe jam unë, por mirëditorët kanë shumë i peshkër, sepse mirëditorët janë Lezhë, mirëditorët janë Kurbin, mirëditorët janë Shkodër, mirëditorët janë Durrës, mirëditorët janë Tiranë, mirëditorët janë Bosch, janë Shëndeli, janë Gjirokastër, janë kudo, janë Michigan, janë Detroit, janë në Angli, në Austri, në Gjermani, pra kanë shumë i peshkë, kudo ku janë, por mirëdita ka vetëm një i peshkër. Dhe ky jam unë dhe është privilegj për mua që këto 8 vite, për vitit 2017, i shërbej ati vendi, asaj krajine, edhe mirëditorëve, sa të kemë fuqi, mundësi, takat, një episodi do t'jenë menimin e ti në gatishmërinë time. Unë nuk do t'a zgjas shumë, sepse do kemi mundësi pastaj edhe të rinjë, bizetojmë shumë me njëri tjetrin, edhe një herë falenderit secilit prej jush, burra dhe gra, të ri dhe të reja që keni ardhur sot edhe më keni dhënë privilegjin me nejt me ju. Zoti ju bekon gjithë. Faleminderit Dom Gjergji. Dom Gjergji, duke respektu punën tanë që tanë dioqezën tonë, shikri shoqatës mirëdita, ka marrë një vendim para 2 ditësh, që t'ja një certifikat mirënjohje për gjithë shërbimin që kryejnë dioqezën tonë. Certifikat mirënjohje, jepet Dom Gjergji. Atëherë si pjesëtar i komunitetit mirëditor këtu për shumë vite në Michigan, edhe unë i uroj mirëseardhjen Dom Gjergjit në komunitetin mirëditor, vlerësimet për të dihen. Dom Gjergji ka vite kundër ta dhe që punon në mirëditë me kontributin e jashtëzakonshëm në përhapjen e fjalës së Zotit, por jo vetëm kaq. Dom Gjergji është një prift i shkëlqyer, por është një publicist i shkëlqyer i cili ka vite që është prezent në shtypin dhe mediat shqiptare duke trajtuar tema të ndryshme që shqetësojnë popullin, komunitetin në lidhje me aspekte sociale, ekonomike, politike, fetare e të gjitha. Pra është një personalitet të themi në fushën e tij të fesë, por edhe në fushën e publicistikës. Ju urojmë shëndet dhe suksese
Faleminderit që erdhi edhe na umblodhëm, na solli dhe përshëndetjet e mirëditës të cilat natyrisht na mungojnë dhe na emocionojnë kur na i sjell vetë i peshqvi njeriu i Zotit që drejton i peshqvinë e mirëditës. Është kënaqësi, uroj punë të mbarë edhe tjetë i pranishëm më shpesh brenda mundësive në komunitetin tonë mirëditor. Kalosi një mbrëmje të gëzuar. Don Gjergji, falenderoj që erdhe dhe një mbrëmje të gëzuar. Mirë se erdhe, Don Gjergji. I mbështes para polse me të gjitha ato fjalë që tha, të mira për ju. Dhe unë ju ndjek vazhdimisht në Facebook në të gjitha ato takime që bën me zonat e Kashimarit, të Kurmefit, për ato probleme që kanë ato zona, janë detyrës tame, se ti keni detyrë tjetër, por mbështet edhe popullin atje për problemet sociale që kanë. Për shembull, ju marrë ju marrin ujit atje në fshat, dhe ju jeni në krah, dhe kjo është një mrekulli më të drejtë. Edhe shoh edhe programin që bën një politikë që mjedistarët mos e largohen nga mjedita, por të vinë të kthehen dhe të jetojnë atje. Dhe ju falenderoj për gjithçka që bëni. E mirë se keni ardhur dhe uroj shëndet e jetë gjatë. Faleminderit. Unë kam ditë pak për biografinë tuaj, po unë në sakime dhe kryetar të konferencës ndërkombëtare për vitin 2025. Dhe përket të përshëndes përsëri. E dyta që ju keni qenë për shumë kohë zëvëdhënës i Kishës Katolike në Shqipëri, për krejt Shqipëri. Dhe të reta, ndoshta do të ishte mirë një bisedë me ju që e nisi zonën e Mirëditës për a ka kapacitet të Mirëdita dhe a ka ekonomi e jetu në Mirëditë. Dhe në çfarë mund të jetohet aty? Dhe si mund të jetohet aty? Se unë mesazh kam bërë ku kam shkuar të se shkojmë shpesh në ato zonat e tjera në fshatra, nuk kam vetë më asnjë organ që ty s'ka asnjë banor. Ka shumë fshatra që s'ka asnjë banor. Dhe a ekziston ka një mundësi që të bëjë që të rikthehen prapë. Jo të gjithë, po të rikthehen ata që mund të jetojnë. Edhe se si mund të jetojnë. Të shtira në këtë botë. Por, ju falenderoj përsëri dhe ju uroj aktivitete punë të mbarë atje dhe e dyta nëse keni mundësi të pak biografinë të shkurtër se unë sa kam ato ju jeni i lidhur në Durrës. Dhe shkolla do të ishte më pak ajo që keni mbaruar ju në Romë e drejtën kanonike a janë të drejta të ligjshme të fesë katolike, apo që është kjo e drejta kanonike. Paka shumë. Dhe dhe njëherë falenderoj. Pjetin vani, ja presja shkujtje, po e të të fshira, po të le ta natër të përgjish. Po, pjetin i thaj një gjatë, atje nga të si ta qatë, pjetin ta ka shumë me Mirëditën edhe një gjatë. Për një katolik, zotat e tona, ne jemi disa fshatra, për ata që nuk ka një uhuri për geografi, kemi disa fshatra në gjithë larësit, që jemi katolik të vjetër. Ashtë Bushkulli, ashtë Shëntjetri, ashtë Abadja, ashtë Armati, ashtë Biza, ashtë Shkalla, Apër Manzës, ashtë Ishni. Janë disa fshatra që kanë katolik autokton. Dhe unë vi nga ato zonë. Pak e di këtë gjatë, por unë jam katolik Durrësor. Pra nuk jas nga Mirëdita, as nga Puna, as nga Tërpoja, as nga Kosova, por lidhja ime me Mirëditën ka filluar qysh kur kam qenë fëmijë i vogël. Qysh kur kam qenë fëmijë i vogël, pse?
gjyshi edhe baba, pashënderit të dy se janë mjetë pasosën, gjithmonë nga thoshin Gjergj mu vlajt tim palë, se ne i kena vuja emra Gjergj e palë qysh në komunizëm, se ja ka mërit baba nuk e di, po e ka gjetë rrugën me na vuja emra Gjergj e palë të dyve. E, thonë të një gjojnë, kudo të ketë një mirëditor, jetët të dy hasin shumë gjore, kudo këtë hasin një mirëditor, arri një afër, sepse ne jemi të atyne e ata janë tonë. Dhe baba im ka bërë shkollën e mesme në 4 vende të ndryshme, ka marrë për mësues. Ka bërë nga normalit e pasalit, ka qenë Berat, ka qenë Korç, e ka kryer shkollën me etapa, edhe ushtrin, edhe thotë gjithmonë, kur kisha një mirëditor që e nisha jemi tjetër gjinë, marrë, u afroshe, thosha, për kaje, për një vite. Atërin e ty, arrin bashkë. Një kjo, dhe qysh mi jam rrit me idenë e mirëditës. E dyta nëna ime ka marrë shkollën e mesme pedagogike Shkodër, edhe ka qenë tek konviktish në Njazi Juka, ka bërë dhe shkollën e mesme pedagogike që ka qenë atëherë. Dhe ajo më tërban një histori, unë isha vajzë, vogël 14 vjeçë, shkullët e Shkodër, ishte një djalë prej Mashtërkorit, prej Oroshit, edhe u afru, dhe ishte pak maj matë se neta, ishte edhe i martuar, dhe kishte arë shkollë dhe marru shkollën, edhe thëse gene, davë, prej kaje, prej fështuje, nga ty moment e mrapa të një më trejene, që t'jesh nevoj, ti, unë jam këtu. Dhe ku davë, vëtë kjo, se që e dhe e vogën, unë jam këtu pak më e mitë, një matë se këtu jenë u i shkret, je këtu ke unë, vrejmu, edhe tha, mu tha, mbani më nisim shpi, këtë djali, nana thot, kur ka marru shkollë, të arë një herë nga Mashtërkori në shkollën, ka metë një aksident rrugor dhe as emën se ama menë se kush ka qenë, ka metë edhe, ka metë gruja dhe e dhe një fëmijë, nuk e di që kishte, dhe këta ishën 2 gjare që nga u tregoshën gjithmonë shpi, lidhje me mirëditën e kam pas. Pastaj, kur jam bërë prit, 6 mujt e parë, unë i kam varë në Durrës. Dhe kam shërbyer në spital edhe në Knetë. Spitala dhe Kneta në vitet 2000 ishte plot me mirëditorë, sidomos me fancuk. Sidomos kishte për falit shumë dhe kam shërbyer aty, jam njoft me mirëditorë shumë para se të vinë mirëditorë. Dhe 3 vjet tjera i kam dhënë në Kamës. Edhe në Kamës kam njoft shumë mirëditorë, në çdo familje kam hyrë për bekime, për çdo shërbim që ka qenë e mujtur, i njoft gjithë e njofën gjithë, edhe mirëditë atje edhe në Kamës edhe në Durrës. Dhe Zoti e çoi që Papa Francesku tha s'ke bo që e fala me mirëditorë, ta shkoda dhe mirëditë, shkoda që e fala me mirëditorë, e qysh për 2017 jam mirëditë, jam shumë i gëzuar që jam aty, jam shumë mirë që jam aty, jam shumë i lumtur që jam aty. Disa nga ju që kanë jetu me mua atje, Gzim, profesor Gzimi është atje, mund të dëshmojnë se me sa entuziazëm çdo ditë unë jetoj atje dhe nuk pedalem as një ditë jetës time që jam aty, edhe dash Zotit derisa ta kryej aty pas një problem. Kështu që kjo është tash pyetjet e tjera shumë nuk arrit vetë sepse duhet strategji. Po kishte në plan vitën time me mirëditën që tash është edhe më e fortë se kur. Faleminderit. Pyetje tjera janë Do të Gjergji, zakon mirëdita që rakime fillon një zotin e shpijës. Po solës mund që e mazër shpijës e ti dhe duhet nga pjohë. Që në të Krishti. Shumë vjetë bashkë. Zoti ju një modë, ju rujt e shumë faleminderit rrugën ditë. Tjena me gjithë, Zorë. Zorë të ka jeni apë,
djali nga Prishtina, koma në synin jona, jonë sa nga Tirana, me dojle. Të nderuar bashkëdhetar, sikundër unë njoftuam që në fillim të këtij aktiviteti, takimi i një komuniteti mirëditor me Monsinjor Gjergj Metën, i peshqvin e Mirditës, kam këtu tani pranë Monsinjor Gjergjin. Monsinjor Gjergji, është një takim me komunitetin mirëditor që jeton në Michigan. Besoj është era parë që takoni këtu në Michigan me një komunitet mirëditor, apo jo, cilat janë përshtypjet tuaja për këtë takim?
Në radhë pari herë nihem në familje, nihem mes vllaznish e motrash të Mirditës. Unë jetoj për ditë me mirditor, jeta ime tashma ashtë aty, mirditorët janë familja ime. Këtë herë më është duk se ka marrë me pa familjen që ka imigru. Edhe kështu që ndihem shumë i kënaqur dhe i privilegjuar që kalova këtë mramje me ju. Nuk e kisha programu, nuk e kisha mendu, por nga njerë gjanat e programume dalin ma mirë se sa ato të programumet. Edhe ju falenderoj gjithve, falenderoj shoqatën Mirdita, ju falenderoj juve gjithve që më organizut, më dhatë këtë mundësi. Unë kisha dëshirë me ju taku, edhe u takum edhe ju takova. Ishte një emocion i veçantë se cili që vinte dhe prezentohej, thonte edhe emrin e fshatit, emrin e Katundit. Janë fshatrat e Katundit që unë i vizitoj pothuajse çdo javë gjatë punës time si peshkët. Unë jam këtu edhe në mbështetje të komunitetit shqiptar më të gjanë se sa i mirditor i Detroitit, sepse sikurse ju e dini, të dielën do të organizohet festa e Nën Terezës dhe martirëve shqiptar në kishën e Shën Palit në Detroit. Edhe ndoshta përfitoj nga ky rast që t'ju them mirditorëve, ndoshta me pak kështu kritik, afrohuni me kishën, afrohuni me Zotin edhe më shumë. Ju jeni afër Zotit, kisha ka qenë, Mirdita ka qenë gjithmonë afër Zotit dhe afër kishës, por akoma dhe më shumë, në mënyrë që ky komunitet shqiptar është me kishën e Shën Palit, me pajtorin e shqiptarëve, tjetë me të vërtet shtëpia e të gjithëve, edhe mirditorët të jenë ashtu si kurse kanë qenë gjithmonë pishtarë, të jenë zemra e komunitetit katolik, edhe këtu në Detroit. Kështu që ju uroj gjithëve që të keni gjërat bukura dhe gëzime në familjet tuaja, edhe shpresoj që herës tjetër të jemi edhe më shumë takimet tona këtu në Detroit. Pa diskutim do mëngjergjin ne që kur u morëm vesh njoftimin për takimin me ju, të gjithë mirditorët e kanë prit me kënaqësi, ta që paktën që janë sonte këtu, dhe natyrisht ishte një takim i veçantë, sepse do takonim njeriun e Zotit që shërben në krahinën tonë, dhe natyrisht do të ndjenim dhe do të merrnim dhe emocionet e krahinës tonë, opinionet ose informacionet për krahinën tonë, dhe në bashkëbisedime që bëm bashkë ne na kënaqet, na rinut në kuptimin se na sollet Mirditën këtu në Michigan. Shiko, Gjovanin, mund them këte konsiderojeni Mirditën si një nanë, që është të vatra dhe man zjarin nezur. E shprush ka një herë, i hedh nga pak dru. Ata dru që ju i keni lanë kur keni hik. Dhe e ban atë punë në mënyrë që kur ju të vini të gjeni shpinë e ngrohtë. Ne jemi atje edhe do mundohemi ta majmë atë vatër atë zjarrt nezun, që kur do që të vini, ndjeni ngrohtësinë e vatrës tuaj, e shtëpisë tuaj. E ju them me gjithë zemër, Mirdita kur do herë që të vini, ju pret, ju përqafon edhe ju don shumë. Faleminderit, Monsignor Gjergji, dhe vërejtja juaj shoqërore që bëre për mirditorë që të afrohen më shumë kishës, natyrisht është vërejtje ndoshta me vend, por gjithsesi mirditorët janë besimtarë dhe por prapë shqiptarët në tërësi do të themi se kanë nevojë për fjalën e Zotit, për besimin tek Zoti, për të krijuar atë urtësinë, atë butësinë që t'jep fjala e Zotit dhe harmoninë që të krijon ajo mes veti, për cilën kemi nevojë shumë apo jo. Faleminderit shumë e Zoti ju bekon gjithë. Faleminderit shumë për kënaqësinë që na dhe, për kohën që kaluam së bashku dhe të mirëpresim përsëri. Të vit. Faleminderit. Të dashur mirditor, mirëmbrëma të gjithëve. Ndonë sa është i qikë vonë se ne kena pas tanë Mirdit se mos me kënu më pëshesht. Po unë e ndjej për detyrë me i thanë di fjallë. Në radhë parë, u përgëzoj të gjithëve të mirditorët. E ashtë ma tepër, bariun tonë që ka arsone i peshëve Domi Gjergjmeta, i cili foli për Mirditën me superlativa, që në moshën e adoleshencës ti, kur ishte fëmi, për Mirditën. Dhe
Fati e deshti që sot Domgjergji është bariu i katolikëve të Mirditës. Dhe unë shpreh mendimin që është një bari shumë i mirë dhe i devotshëm, për të cilën Mirdita e ka fat që e ka një bari të tillë. Kështu që në këtë kanvershtrim, ne mirditor duhet zgjerim edhe konkluzione për veti. E dëgjova në citimet e tij Domgjergjin kur foli për shumë fshatra lagje të Mirditës, duke thënë edhe gjenin e tij ekonomike e sociale të tij. Është shumë domethënëse që ky bari e një kaq mirë Mirditën, edhe jeton me gjitha hallet e problemet që kanë mirditorët. Prandaj edhe ne si mirditorë duhet i referohemi, duhet të nxjerrim konkluzion që të dim për njëri tjetrin hallet e problemet, të bashkohemi me njëri tjetrin më shumë. Edhe sonë që jemi mbledh këtu është sebepi që erdhi Domgjergji. Megjithse unë jam me shoqatën Mirdita, ne e kishim planifikuar me bani takim me mirditorët. Edhe kjo do të jetë prapë në vazhdim që do të vazhdoje. Pra, edhe kjo që erdhi u takum dhe jam shumë i kënaqur që u takum. Uroj Domgjergjin shëndet e marrësie gjithë të mirat. Urime të gjithët. Ne të vetëm një fjalë me thënë, jo kemi pak të pritin që erdhi pak si me vonesë, po duhet me ja prezantu. Quhet Dom Zef Marko, emër mbi emër, është gjys mirditor e gjys tokian. Sa gjys është kaq mirditor. Sepse ky është një mëshirë. E vetë për i ka një për i dushit poshtë. Mirë. Dom Zefi është familjari i Pukës, bashkë qytetit Pukës. Po përveç qytetit Pukës ka edhe rreth 18 kisha për rreth Pukës që shkon. Lodhet, raskapitit edhe është i zershëm. Ka edhe një merit tjetër, një plus tjetër që ka qenë nxënësi. S'ka pas ka më shumë. Dom Zefi ka ardhur këtu të vit në New York edhe këtu sepse është ndërtu qeren e familjes, kisha është ndërtu, është ndërtu qeren e familjes. Përthe Puka s'ka pas kur kish. Kur qyteti Pukës, kur s'ka as nga lume, jo? Por të është i falë vullnetit punës, sakrificës Dom Zefit, është ma mundë që të një qendër shumë e bukur në Pukë. Sepse edhe Puka, qyteti Pukës, sikur sa sheni, kam lërë fshatra. Ka ditë për fshatrave, ka lërë në Pukë. Sikur se nga fshatrat e Mirditës ka lërë në Rëshen, kështu që është përju një farë qendere, të rritë punë e punë. Kështu që thirrja ime është kjo, nëse dikush nga ju ka dëshirë gjatë këtyre ditëve me bërë një dhuratë për kishën Kosh Dom Zefi, jeni mirë pritur me e bërë. Për mu, mos menoni asë gjë se ka menu Zoti, keni me menu ma vonë. Kështu asë gjë se i ka thyrë që e ke përsush ma vonë, jam përpej hapur një kishës që do që t'keni mundësi një kontribut, një gjatë, që do që t'jetë me pas dhurat për ne mirditorë dhe Dom Zef, të t'dish, se gjysma Pukës është mirdit në të drejtë, po hajtë, po jam gramë se s'kene që me ka, po gjysma Pukës është mirdit në regullë. Edhe kështu që i uroj herë suksesin misionin e tij Dom Zefit, edhe faleminderit edhe gjithë juve, prapë personte, sepse të shtem kuramje po shkon edhe drejt fundit, faleminderit shumë që na pritet e që na nderuat dhe na respektuat. Zoti ju bëjë presë në Rëshen gjithëve. President, po ju them një dy fjalë që i thash në intervistë. Mirdita është si nata. Fëmijët kanë ikë, i kanë lënë dhe drut e votra. E ajo e marrë votrën nesër. Ka herë shprush zjarri,
ka i herë i harnajdu që kur vinë fëmijët të gjenë zjarën lesën. Ne, ati në bitë po mënohera me majtë zjarën lesën. Kur dëshët vini, a i zjarë të tjeti nesër, e në qësë vini ju, nasilin edhe gëzimin, Zotit dhe kohë qëta. E mastires dhe mëgjerit për të animu kishën e kusë për kodë dhe tërë. Kush këtë mundësi, ne mund të avajnë qësë. Ju fajnë mërës. Unë dhe të apërinë dhe një mëdës. Këtu të nderuar teleshikues, po mbyllim kronikën e takimit të një komunitetit mirëditor në Michigan me i peshvin e mirditës Monsignor Gjergj Meta, një takim shumë i këndshëm, një takim i ngrohtë, vllazëror. Dom Gjergji na solli mirditën këtu në këtë tubim, na solli të dhëna informacione nga mirdita. Takimi shkoi jashtëzakonisht mirë, ishte një takim i cili la mbresat tek të gjithë pjesëmarrësit. Mirupafshim në takimin tjetër.